Shkojmë fillimisht në Tiranë. Edmond, cila është atmosfera në stadiumin Air Albania? Atëherë ju përshëndesim nga Tirana, këtu pranë jemi stadiumit Air Albania, ku është një interesim jashtëzakonshëm, siç e thatë edhe ju në vetë kreun e edicionit qendror të lajmeve në RTK. Kam përshtypjen që 22.000 shikues sa do të jenë sonte në Air Albania 3 fishi sa ajo është jashtë stadiumit, respektivisht në sheshët dhe bulevardet e kryeqytetit shqiptar. Në orën 22:00 minuta do të zhvillohet stafia e tretë mes Shqipërisë dhe Serbisë. Një fitore ka Shqipëria me rezultat 3-0 në Tavolinë pas asaj ngjarje që kishte ndodhur në Beograd në 2014. Kurse Serbia kishte shënuar fitoren e Shqipërisë në Elbasan me rezultat 3-0. Kjo është sezonja e tretë dhe e Shqipërisë në kuadër të kualifikimit për botrorin në vitin ardhshëm do të bëhet në Kanada dhe në Meksikë. Tashmë kemi edhe informacione zyrtare në të cilët do të paraqitet Silvinio, praktikotarja e Shqipërisë në futboll, në fund do të jetë portieri Strakosha, pastaj në mbrojtje do të luajnë Hikaj, Ajeti Gjilçiti dhe Mikaj, në mesfush Sheu, Aslani, Daci dhe Hoxha, në sulmi do të krijë Rejmanaj dhe Broja. Pra kjo është informacioni zyrtar që Silvinio përgjithësi Shqipërisë në futboll do të ndërvihet Serbisë sonte në stadiumin Air Albania në Tiranë, me qëllimin e vetëm për të shënuar fitore, duke marrë parasysh që edhe Shqipëria e kërkon së paku vendin e dytë pas Anglisë, që konsiderohet favorit e madhe për ta fituar grupin të eliminator. Pra do të jetë një ndeshje më shumë se një ndeshje futbolli, duke marrë parasysh rëndësinë e kësaj ndeshje që ka përmendur më pak më herët, por ajo duhet të thësuar që interesimi është shumë i madh për këtë ndeshje, madje janë edhe organet e shumta politike, sipas federatës shqiptare të futbollit janë 2.500 efektiv të cilët janë të angazhuar për mbarvajtjen e këtij ballafaqimi. Pra gjysma e Tiranës ishte kërkuar nga forcat e shumta politike, të cilët do të mundohen që ketë një mbarvajtje të këtij ballafaqimi të Evropës. Po, e kalojmë tani linjën në Morin. Është gazetarja Nora Gjuzi. Nora, a pati fluks të madh të qytetarëve ashtu siç edhe është raportuar nga media në Shqipëri për ta parë ndeshjen? Po, Valmona, përshëndetje për juve dhe për gjithë shikuesit tanë. Është e vërtet ajo që ju e potencua dhe që tashmë këto ditë ka qarkulluar në për media gjithandej. Ne që nga dita e djeshme kemi qëndruar në pikën kufitare në Morin, ku rreth 56.000 qytetarë të Kosovës kanë mësuar pra shtetin shqiptar për të ndjekur ndeshjen e kombëtarës shqiptare, pra ndeshjen mes Shqipërisë dhe Serbisë. Qytetarët kanë shfrytzuar pra hyrjet në Shqipëri që nga dita e djeshme, të gjithë tifoz të flakt me këngë patriotike, me flamuj gjithandej, dhe secili që është ndalur këtu për të komentuar, kjo ka qenë arsyeja kryesore që ata kanë mësuar pra shtetin shqiptar për të ndjekur ndeshjen sonte e cila luhet në Shqipëri. Deri më tash pra ka ende qarkullim këtu her pas here, që edhe tani po vazhdojnë qytetarët të shkojnë, sadopak edhe nëse nuk do të mund të ndjekin ndeshjen në stadium, ata thanë që do ta përcjellin atmosferën sepse shpresojnë në një fitore të kombëtarës. Nora, e kthejmë tash lidhjen në Prishtinë, e kemi kolegun Arlind Grantolli. Po, Valmona, drejt për drejt po paraqitemi nga sheshi qendror këtu në Prishtinë, ku për pak qaste duhet të mbushet edhe më shumë njerëz, veç kanë filluar njerëz të qarkullojnë në për kryeqytetin e Kosovës. Këtu është mbrapa me një ekran gjigant ku parashihet të ketë një organizim të madh dhe parashihet të ketë njerëz të ndryshëm nga Prishtina, por edhe nga qytetet e tjera të Kosovës, ata të cilët nuk kanë pasur mundësi ndoshta të shkojnë në Tiranë për ta përcjellë nga afër kombëtarën shqiptare. Parashihet që këtu do të vinë një numër i madh i njerëzve, veç janë marrë të gjitha masat dhe të gjithë janë të bindur që kombëtarja shqiptare do të triumfojë ndaj Serbisë, me gjithë faktin se të gjithë e kanë paraparë si një ndeshje mjaft të vështirë. Paraprakisht kemi pasur rastin të kontaktojmë me disa nga tifozët që kanë ardhur në disa grupe të vogla të organizuara, të cilët pas pak do të vinë këtu të organizuar dhe do të mbledhen për të përkrahur kombëtaren, ashtu siç gjithmonë ka qenë në Kosovë.
Kosovë, kombëtarja e Shqipërisë ka një numër të madh të jashtëzakonshëm përkrahasisht këtu në Kosovë dhe të gjithë janë në mbështetje të kombëtarës në çdo cep të vendit, në çdo vend ku ka troje shqiptare, të gjithë janë momentalisht të buzëqeshur dhe të gjithë po shpresojnë për një fitore të madhe dhe në fund për një fest kombëtare siç i ka hije kombëtarës së Shqipërisë, e cila në këtë mënyrë po mëton të kualifikohet në kampionatin botror të vitit 2026 që vitin ardhshëm do të mbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Kanada dhe në Meksik. Po besoj që atmosfera në kryeqytet do të arrijë kulmin kur të fillojnë ndeshja dhe në fund po shpresojmë të gjithë që do të kemi fitore për të eksploduar më pas me festën e madhe si tradicionalisht kanë ditë të organizojnë tifozët në mbar Kosovën e pashtu edhe në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë. Orlin, një ndeshje historike që nuk është vetëm për 3 pikë. Falenderojmë për këtë paraqitje.